Nuk të lodhi politika gjithë këto vite, u bën 30 vite. Duhet dish gjesh kohën. Kur ty është mes dallgës, edhe natyrisht si të qëndrosh mbi dallgë dhe pastaj si ta kalosh nga krau tjetër. Nuk e qenë asnjëherë ministër dhe nuk e di nëse synon që të jesh ministër. Po, më është ofruar dhe natyrisht e kam refuzuar në një moment që përgjegjësia ishte shumë më e madhe se sa vlera e propozimit. Cili është vlerësimi që ke për leadershipin e tij? Shfitues, Unë çuditem për shembull, ku të ka vajtur ti mendja që ke ngritur zërin dhe ke bërë revolucion për taksën e lopëve të mbarsura. To deputet. Kjo lopa e mbarsur që kam sjellë unë vjen me 20% të VSH. Edhe ishte reagimi si, ha? Kur unë flisja për Shalqinën në parlament, çoj një prap ti me këtë punë e Shalqinit, po çfarë ti më thash? Çfarë ti më? Një kauz tjetër për cilën ti e krenar, e ke luftuar fort në parlamentin e Shqipërisë. Nuk kërkova gjë më shumë se sa një ditë pushimi për gratë dhe vajzat që vuajnë nga endometrioza, e që edhe sipas mjekëve ka pasoja shumë të rënda sa i takon pikërisht linçmërisë. Cila është fitoria më e madhe jote në politik? Ja ku vjen muhabeti tek veza, që e bën pula, nuk e bën ministri. Ministri duhet krijojë ambientin për pulën. Njeriu i parë që do doje të intervistoje, cili do të ishte? Kush? Ti. Ti zgjedh gjithmonë mbi Ferrarin e bllokut, lopën dhe Shalqinë e Divjakës. Ato të dyja, sepse edhe ata të Ferrarit në fund fare pinë qumësh han djaf edhe duan vezë. Nuk e ke ide se çfarë reagimi kishte sot në redaksinë e këtij podcasti kur thash sot është dita e Erion Braçës. Nuk e di pse je kaq karizmatik ti dhe pse të pëlqejnë njerëzit. Pse mendon Erion Braçë që njerëzit e pëlqejnë kaq shumë? Se jam tifoz i Partizanit. Ose se jam çuniverës, nga të dyja. Ti si mendon që do bësh gol? Cilat janë teknikat këtë herë? Nuk po bëj asgjë ndryshe nga ç'kam bërë më përpara, thjesht takoj njerëz. Mbase është edhe një territor ku njerëzit janë takuar më herët, kështu që po përmbush atë boshllokun që është krijuar, edhe po shfrytëzoj këtë boshllokun për të vendosur marrëdhënie thuajse njerëzore me të gjitha ata banorët e njësisë numër 5 në Tiranë, ndërkohë që po rivendosin marrëdhënie me kombinatin, teritorin ku kam lindur, me Lapragën, teritorin ku kam qenë shumë shpesh gjatë fëmijërisë time. Po vendos marrëdhënie me një pjesë konsiderueshme të Tiranës sepse kam dashur që ta njoh gjatë këtyre 3 muajve të Tiranës. Si je kështu, je në formë, je i lodhur nga kjo fushat, je optimist, entuziast, zëri të është ngjyrur pak. Tashi, kush nuk bën fushat është i relaksuar, kush bën fushat është i lodhur, kush bën fushat e ka fytyrën edhe të djegur nga dielli, kush nuk bën fushat është në këto qendrat e masazhit. Nuk të lodhi politika gjithë këto vite, u bën 30 vite. Është mision, është mënyrë jetese, është punë, është profesion, çfarë është për ty politika? Tani që më the, do ta mendoj. Dëgjoj shpesh edhe politikanë edhe politikane që thonë që në politikë jam për mision. Jo, unë mendoj që politika është shërbim publik mbi të gjitha. Edhe ti je pastaj njëri që merresh me politika apo që bën edhe deputetin brenda politikës, është punë. Si çdo punë tjetër, pa më të voglin diskutim, është e tillë, është punë. Natyrisht unë jam misionar në politikë, jam shumë i vogël, se sa kaq që e mendojnë që jam misionar, unë jo. Unë thjesht jam një shërbyes publik që merret me politikë. Je futur 19 vjeç përmes lëvizjes studentore të vitit 91 në politikë apo jo? Sapo ishte instaluar demokracia? Domethënë mua më ndodhen të dyja gjërat njëherësh, edhe të shkëputesha në një moment caktuar nga kombinati për të ardhur në Tiranë student, fakultetin e ekonomisë, më ndodhi edhe që fillova studimet, pra. Më ndodhi edhe që studimet u ndërprenë për disa javë të plota, sepse praktikisht po ndodhte një lëvizje shumë e madhe në qytetin studenti, në gjithë kampuset universitare, në fakultete, në
Dhomat e eleksioneve kështu me radhë, siç më ndodhi edhe të merresha me politikë pastaj më njëherë fill pas asaj që ishte lëvizja studentore e dhjetorit. Të ka kushtuar shumë të qenet pa kontroversial? Je shpesh erti kundër rrymës. Nuk ka lidhje me rrymën, ka lidhje me të vërtetën. Edhe sa më i vërtet ti jesh, unë besoj që je ti. Për shembull, më kanë thënë shpesh gjatë ditëve të fushatës që bollu more me atë telefonin tënd dhe kështu me radhë, të cilëm një kamera, të cilëm një fotograf e kështu. I kam thënë jo, sepse nuk jam unë. Nuk jam unë të dalë rrugës e t'i flas kameras. O do i flasësh njerëzve, o do i flasësh kamerave. Ke zgjedhur ta bësh me celular, ëh? Me celular e bën të fushat, po. Celularin tim, kur më vjen për ta bërë, kur nuk më vjen për ta bërë, natyrisht takoj njerëz, flas me ta, s'kam. Ata meritojnë gjithë vëmendjen, nuk duhet të jetë vëmendja ke unë. Ke një staf elektoral nga pas që punon me ty? Jo. Vetëm tënde vetëm ke armë lufta? Kam partinë time, kam partinë socialiste, kam njerëzit e zonës, pa diskutim që janë me mua, por që organizojnë takimet, patjetër lajmërojnë njerëzit, e kështu me radhë, por deri këtu nuk kam kështu shtabe elektorale. Më thua një situatë vështirë politike me cilën je hasur, kur të është dashur vërtet të tregosh sa notar i mirë je, të mbjetosh. Shiko, zgjedhjet janë një moment i tillë. Zgjedhjet janë dallgë e madhe që vjen përpara. Edhe që duhet të dish gjesh kohën. Kur ty është mes dallgës, edhe natyrisht si të qëndrosh mbi dallgë dhe pastaj si ta kalosh nga krau tjetër. Zgjedhjet nuk janë gjithmonë të paqta, zgjedhjet janë gjithmonë të vështira. Unë pata fatin e keq që dallga e parë që pata në vitin 1996 ishte një dallgë madhe, fort, shumë e fort. Edhe ashpër edhe dhunshme. Do na kujtosh cila? Në 26 maj zgjedhjet nuk ishin kështu siç këto që janë tani. Unë hyra për herë të parë në politikë pikërisht nga zgjedhjet e 26 majit. Të vitit 96. 96 edhe isha në Berat dhe në Poliçan. Qarku i Beratit në atë kohë edhe u përballa me dhunë të ashpër. Domethënë dhuna ishte ekstreme dhe ishte ekstreme në gjithë territorin e Shqipërisë, nuk ishte thjesht vetëm përballë meje, apo ishte selektuar përballë meje. Jo, unë rastisa që dola nga shtëpia ku qëndroja edhe zbrita poshtë, të zotët e shtëpisë edhe që ishin bashkë me mua gjatë gjithë fushatës elektorale, shkuam për të votuar, ndenja poshtë me shoferin e makinës që do duhet më çonte mua në Poliçan për të bërë atë që bëj gjithmonë edhe tani. Nuk e kam prishur kurrë atë rit që unë pasi votoj nisem për në zonën time elektorale dhe merrem me zonën time, merrem me njerëzit për të dërguar për të votuar atje. Hyva në makinë, në moment që isha unë dhe shoferi në makinë, hypi dikush tjetër mbrapa, i armatosur detyrimisht, i vuri pistoletën në kokë shoferit, i tha futu brenda në komisariatin e Beratit që ishte diku ke 50-60 metra larg. Edhe shoferi natyrisht që e njihte, ishte vëndali edhe i tha jo. Ndërkohë që ai lëvizi atë që është thepi i pistoletës, nuk e di si quhet ajo gjë, s'jam marrë ndonjëherë me armë. Edhe e dëgjova kërcitin e asaj gjë, i thash Artur, futë makinën, s'ka asnjë problem, po ti kush je? Unë jam arsyeja, i thash. A ti je, tha, dhe goditi me atë fundin e pistoletës këtu. Unë është kjo, nuk kam pasur këtë unë. Është për asaj dite, ashtu siç edhe një çar nga brenda është po prapë asaj dite. Kemi vajtur në komisariatin e Beratit, nga atje ai komisariati i Beratit ka pas një histori të tmerrshme për gjithë ata njerëz atje. Kushdo që i rrihej nga opozita në Berat hidhen në Shatërvan. Po hidhen në Shatërvan edhe në mes verës, po hidhen në Shatërvan edhe në mes dimrit. Gjëja e parë që u prish në Berat fill pas revoltës 96-97 ishte Shatërvani i Beratit. Oficeri rojës më tha që lau aty, i thash, kur në botë. Cilat janë kritikat që i thua Erioni? Cilat janë gabimet që ke bërë, gjërat që do duhet ndryshoje edhe karakterialisht? Ti çfarë ke gabim? Nganjëherë më vjen t'i them përmbahu. Po ndodhin gjëra që edhe mund mos përmbahesh. Nganjëherë i them vetes mos u nxe.
Por përsëri ndodhin gjëra që nxehesh. Nga një herë I them vetes mos shaj. Por ndodh që se përmban dot veten edhe fillon të shash. Edhe gjen veten mes të trejave bashkë, edhe nxehesh, edhe shan, edhe nuk përmbahesh. Kështu që me mua është e kot t'i them vetes gjëra, sepse nuk e mbaj dot fjalën. Më rëmben situata, edhe në moment që më rëmben situata, patjetër që dal nga vetja. Ose më mirë me thënë është Erioni që zakonisht njerëzit e njohin. Posti më I lartë politik që ke patur ka qenë zëvendës kryeministër në periudhën janar 2019 shtator 2021. Nuk ke qenë asnjëherë ministër dhe nuk e di nëse synon që të jesh ministër. Dhe në qoftë se do të ishe ministër, cila do të ishte ministria jote? Ministria e Bujqësisë do të shkonte shumë për shembull. Me këtë pasionin që ke reflektuar dhe manifestuar gjithmonë për agrikulturën, për bujqësinë, për divjakën. Shiko, njeriu këtë edhe se kam thënë gjikundi, me thënë drejtën, po me që ti më ngacmon do ta them. Po edhe dua ta ndaj me njerëzit, me thënë drejtën. Patjetër që unë s'kam kërkuar ndonjëherë që të jem ministër, as zëvendës kryeministër nuk kam kërkuar ndonjëherë që të jem unë. Fare, absolutisht. Po Edi Rama më ka ofruar që të jem ministër I bujqësisë në një periudhë që mbase unë isha I papërgatitur për të qenë ministër. E mbi gjitha për të qenë ministër I bujqësisë. Bujqësia është përgjegjësisht shumë e madhe. Është sektori më I madh ekonomik që ka vendi, është sektori që merr numrin më të madh të punësuarve. Sa përqind të GDP-s e kemi ne nga bujqësia? Ka rënë pak, ka qenë edhe 20, edhe 21, jemi diku ke 19% GDP-s e jep bujqësia, e japin njerëzit, e japin bujqit, e jep populli I fshatit. Dhe normalisht besoj unë që pesha e përgjegjësisë ndikoi që unë thosha jo në atë moment. Kështu që nuk është se nuk më është ofruar, nuk duhet ja mohoj meritën e Edi Ramës në këtë pikë, po më është ofruar dhe natyrisht e kam refuzuar në një moment që përgjegjësia ishte shumë e madhe se sa vlera e propozimit. Kështu që erdhi momenti që thash jo për atë gjë, ashtu siç patjetër që kam rezistuar edhe për të qenë zëvendës kryeministër, por ndodhin ca gjëra që do duhet të kapërcesh veten edhe të vësh detyrën mbi veten. Cila është përballja më e fortë që ke patur me kryeministrin Rama? Rama në vetvete duhet të jetë një det shumë ballsh. Me kryeministrin Rama ne përballemi çdo ditë. Unë më fal që folan shumës, po unë përballem çdo ditë sepse natyrisht unë s'rri dot pa e thënë gjën që nuk shkon. Edhe gjën që patjetër bën dëm. I bën dëm qeverisë, po I bën dëm gjithës. I bën dëm edhe njerëzve. Kështu që është një përballje e vijueshme, e vazhdueshme, dhe unë jam falënderues që ma lejon këtë gjë që ta bëj. T'ja them gjërat siç unë I mendoj. Cili është vlerësimi që ke për leadershipin e tij? Është fitues, Rama. Është fitues edhe ka bërë edhe Partinë Socialiste fituese. Cilat kanë qenë gjërat më të jashtëzakonshme politike për cilat ke ngritur zërin fort? Karrierë shumë e gjatë dhe mund të numërosh ti momente historike. Varet nga periudha, edhe varet nga pozicioni që ke edhe unë, edhe Partia Socialiste kemi pasur, se fjalë bie kur je në opozit, ke ngjarje të tjera, kur je në pushtet, ke ngjarje komplet të tjera, po në opozit 21 janari është ngjarja më e rëndë që kam përjetuar unë, apo ka përjetuar edhe gjithë populli I opozitës në atë kohë. Unë besoj edhe një pjesë e rëndësishme, e konsiderueshme e Shqipërisë asaj kohe e ka futur jashtë masa atë ngjarje. Kam ardhur nga Berati në Tiranë atë ditë, ka qenë ditë shiu me gati 2000 burra e gra, dhe që ishin në përgjegjësinë time. Ase që janë mend që do precipitonte historia në vrasje apo në pushkatime, por kam qenë në ankth derisa fjala bie Sokrat Gode ka dalë nga salla e operacionit me plumb në krah, I operuar. Thuajse një gisht larg zemrës e mori plumbin. Edhe fare pak milimetra larg arterisë kryesore që kalon në krah. Edhe nuk mjaftonte kjo, po do duhet që t'i bëja dredha edhe shikut të asaj periudhe që kishte rrethuar spitalin, sepse dinte që aty brenda ishte një I plagosur, edhe dëshmitar, edhe jam shumë mirënjohës doktor Kapitanit, shefit klinikës asaj kohe që e futi në një dhomë posaçme,
i dha një çelës apostafat, na dha mundësi që të shkonim ta shihnim atje, është ngjarje e tmerrshme në opozit. Ashtu siç në pushtet pastaj ka ngjarje plot ku gjërat nuk shkojnë siç duhet, edhe ti e ndjen veten pa rëndësi. Dihesh keq që ende për 21 janari nuk është vendosur drejtësia? Patjetër që ndihem shumë keq. Çfarë pritshmërish ke? Çfarë duhet ndodhi sipas teje? Shkoj Alkita, unë nuk pres që drejtësia për 21 janarin të funksionojë si hakmarrje. Jo, nuk e dua këtë gjë. Nuk e dua as pse atje mund të jetë përgjegjës Sali Berisha, apo ministri i Brendshëm Lulzim Basha, apo ata oficerët e gardës, apo edhe ata pushkatuesit në fund fare, apo gjyqtarët, prokurorët që janë marrë me atë çështje dhe që janë marrë për ta varrosur, jo për të bërë drejtësi. Nuk kam as ndjenjë hakmarrje në këtë aspekt, ama ndjenjën e drejtësisë e kam dhe e dua me çdo kusht, sepse kanë lënë fëmijë pas ata njerëz dhe fëmijët e tyre nuk duhet të rriten me ndjenjën e hakmarrjes ndaj personave që morin jetën e baballarëve. Duhet të rriten me ndjenjën e drejtësisë në këtë vend. Edhe ajo që i ka munguar këtij vendi për gati 100 e kusur vite është pikërisht kjo ndjenja e drejtësisë për gjithçka. Ma trego pak atë unazën që ke aty në gisht, se ke shumë interesante atë unazën. Pse është interesante? Është bagër me një gur lumi. Më duket kështu si një gur që shtyn energji tek qija pas, edhe më kujton mua disa filma vizatimor ku njerëzit kishin fuqi magjike për të tjetërsuar të shëmtuarën dhe për të dhënë pak kuptim magjik jetës. Po shoqërohet me një rreth tjetër që është eksaktësisht për atë që ju thoni, po nga që i kam rënë tavolinës pardje shenjtur ky gishti tregues edhe nuk e mbaja dot se kisha dhimbje. Do flasim për kontributet që ti ke dhënë në Divjak me punën tënde dhe për cilat ti ndihesh krenar. Ti je shumë i lidhur me atë pjesë gjeografike të Shqipërisë, me atë teren, me zemrat atyre njerëzve, me ata bujqërit, me ato problemet e tyre të çdo dite, problemet e bujqësisë, plegtorisë, jetën e fermerëve. Po është jetë shumë e veçantë. Ajo jeta që bëjnë ata është e vështirë, është e rëndë, si punë edhe si jetë. Është në krizë tani. Nuk do të thënë s'kam se si ta mohoj që i gjithë sektori i bujqësisë vuan një krizë, vuan krizën e mungesës krau të ri të punës. Je penduar që nuk i the po propozimit të Ramës për të bërë ministër bujqësie? Mendon që do kishte pasur fuqinë për të bërë gjëra? Sot po. Po në atë kohë jo. Në atë kohë bëra mirë që thash jo, sepse jo vetëm unë si isha gati, por besoj unë as Edi Rama si ishte gati, që unë t'isha ministër bujqësie. Basi ishte një instinkt i momentit që duhet ta bëj këtë, ose kishte nevojë të bënte një ndryshim në qeveri apo të bënte disa ndryshime në qeveri, por unë mendoja që ndryshimet duhet ishin edhe më të thella se sa aq. Ndërkohë që në krahun tjetër unë nuk mendoj bujqësinë si një gjë ku duhet shkosh të kapërdisesh. Unë mendoj që bujqësia është një gjë ku ti duhet shkosh të punosh. Shiko, memoria kolektive e këtij vendi është pak e cunguar, edhe njerëzit i harrojnë të mirat që bëjnë politikanët, shpeshherë politikanët janë të paragjykuar. Ti ke bërë disa gjëra që historia ti njeh. Unë dua nga këndvështrimi yt të më thuash me krenari pa modesti, cilat janë arritjet e tua më të mëdha, sidomos për bujqësinë dhe zonën e Divjakës që e ke prekur në çdo kapilar. Po bëj fushat në Tiranë edhe po bëj fushat, po mbaron fushata në Tiranë. Por dy gjëra më kanë bërë shumë përshtypje. E para që njerëzit thonë ti je opozit brenda opozitës. Dhe na vjen mirë që ti je edhe do të votojmë edhe për këtë arsye. Jam munduar t'ju shpjegoj që unë nuk bëj opozit brenda opozitës, unë them vërtetën. Dhe unë mendoj që pushteti duhet përballet vazhdimisht me të vërtetën, nëse duhet të ketë një pasqyrë e vërteta duhet të jetë pasqyra kyç ose e vetme ose unike e pushtetit. Dhe unë këtë e bëj me dëshirë. Sepse ka dy realitete. Edhe një realitet është i atij që është në opozitë sot edhe që flet me pllumat sipër, ndërkohë që është realiteti tjetër që një pjesë e pushtetit fluturon. Nuk është me këmbë tokë. Dhe veçanërisht që sektori i bujqësisë nuk zbret me këmbë tokë, edhe kjo më ka dhëmbur jashmase. Kjo është e para që po dëgjoj nga njerëzit. E dyta është ajo që ke bërë ti në Divjak, ajo që ke folur ti për bujqit, ajo që do të thënë njerëzit e mbajnë mend
sjelljen tënde, veprimin tënd, atë që ti bën në kohë të ndryshme. Ato gjëra që njerëzit mbajnë mend nuk i kanë bërë vetëm, i kanë bërë me njerëz në divjak, po i kanë bërë edhe me kolegët e mi në parlament. Sa është buxheti për bujqësinë sot? 4.4 miliard lekë. Subvencioni drejt për bujqet. Sa duhet të ishte në fakt, idealisht? Nuk e di. Duhet të ndjeki pas prodhimin bujqësor, mendoj unë. Do të thotë që ne duhet paguajmë për kilogram prodhim bujqësor apo për litër prodhim blektoral, qumësht, fjala bie, të prodhuar nga lopët, nga delet, nga dhitër kështu me radhë. Pra ne duhet bëjmë një pjesë e prodhimit bujqësor. Dhe nisa ta them këtë gjë edhe pse jam një njohës unë fshatit edhe pse unë nxis edhe kolegët e mi që të mendojmë pikërisht kështu. Ata njerëz atje bëjnë një punë shumë vështirë. Dhe dalin, votojnë dhe m'japin mua një punë që është shumë e lehtë se sa puna e tyre. M'japin mua një rrogë që është shumë e madhe se të ardhurat e tyre. Për fat keq fëmijët e tyre kanë parë punën e vështirë, nuk kanë parë punën e deputetit, po kanë parë punën e gjyshit, e gjyshes, e babait, e nënës, që është kaq e vështirë. Dhe unë i mirë kuptoj ata sot kur refuzojnë të bëjnë punën e gjyshit dhe babait. Dëgjoj, unë çuditem për shembull, ku të ka vajtur ti mendja që ke ngritur zërin dhe ke bërë revolucion për taksën e lopëve të mbarsura për shembull. Kam lexuar në historikun e punës tënde disa lëvizje inovatore që ke bërë, disa reforma të rëndësishme që ke bërë, që ata që e kanë në kuriz këtë peshë dhe që merren me këtë gjë në jetë për t'i dhënë jetë qytetit dhe fshatit me atë që prodhon lopa sot, duket kështu si humoristik trajtimi i lopës në diskutimin publik shqiptar, po ku të ka vajtur ti mendja? E lexove, kishe një konsulent, erdhi nga nevoja dhe biseda që bëje me bujqet në vend aty lokalisht? Shual Kida, unë kam mbaruar për financë, bank kryesisht, dhe në shkollë nuk ta mëson njëri ekonominë bujqësore, as ekonominë e bujkut të tokës drejt për drejt, as ekonominë e bletës që është një histori shumë e bukur. Më fol për ekonominë e bletës, kam kurrësi ta dëgjoj. Domethënë, unë nuk e di se si do të ishte natyra një herë atë parë dhe pastaj bota pa bletët. Janë një element shumë i rëndësishëm në këtë habitatin tonë. Bleta bën pjalmimin. Dhe normalisht gjithë ta bujqit e serave marrin e përdorin bletën për të bërë pjalmimin natyral. Veçanërisht brenda serës edhe kur kanë fjalë bie domadën. Dhe domata që bëhet me bletë është një domate fantastike. Po bleta hyri brenda serave, brenda ekonomisë bujqësore si nevojë për zoncuar krahun e punës. Deri para pak vitesh pjalmimi bëhej individualisht lule me një punëtor që bën gjën pikërisht në brenda serës. Ndërkohë që futja e bletës erdhi si nevojë për të zoncuar pikërisht punëtorin në radhë parë e pastaj për të bërë një domate natyrale. Kthehemi tek lopa përsëri. Jo prit, se edhe për bletën kemi hequr TVSH, se edhe bleta vinte me TVSH në Shqipëri. Bleta, insektet e mira që bëjnë mbrojtjen biologjike brenda serave vinin edhe këto me TVSH. Ka qenë brenda një pakete. Heqja e TVSH-s bletës, heqja e TVSH-s insekteve të mira dhe heqja e TVSH-s së lopëve të mbarsura. Shiko, vendi ka nevojë edhe blegtoria ka nevojë as mase që të ketë lopë. Dhe ato vinë edhe të mbarsura, edhe lindin këtu. Dhe brenda një cikli 16, 18 mujor, ti nuk ke vetëm lopën, po ke edhe viçin që ajo e kishte në trupin e saj, po ke edhe një viç tjetër që vjen fill pas pasi lopa lind. Kështu që ke 3 kafsh brenda një periudhe shumë të shkurtër. Unë pjesën më të madhe të gjërave i kam mësuar në fshat. Ekonominë e bujqësisë unë e kam shtuar në fshat. Dhe ta mësojnë bujqit vetë, nevoja e tyre i ka bërë që ta mësojnë. Dhe ishte shumë e thjeshtë, o deputet. Kjo lopa e mbarsur që kam sjell unë vjen me 20% TVSH. Edhe ishte reagimi si, si vjen me 20%, vjen me 20% TVSH. Po ndryshe si vjen nga mali. Si nga mali, po nga kuksi, nga kufiri i gjelbër. Po pse? Sepse Kosova e ka pa TVSH, ne kemi me TVSH dhe kështu që favorizoi kontrabanda e lopëve të mbarsura. Po imagjinoj një lopë të mbarsur që hynte në kufirin e gjelbër, unë kam parë me sytë e mi. Atje. Edhe fati i keq i lopës që dështonte në kushte natyrore,
lodhje të tmerrshme për të ngjitur e për të zbritur malin në kufirin e gjelbër në Kukës apo edhe poshtë. Në gjithë vjen kufitare tonën midis Maqedonisë dhe Dibrës. Unë i pëlqej shumë sytë e njerëzve që shohin ato që sytë të tjerë nuk mund të shohin, edhe mendje që mendojnë për gjëra që mendje që kanë mundësi të mendojnë nuk mendojnë. Ma votuan kundër herën e parë në TVSH-n e lobëve të mbarsura. Pastaj e fitove. Edhe unë nxeja jashtë mase, mbaj mend që atë seancë kam bërë si i dal. Mend shkamshar që kisha aty mbrapa, pavarësisht se ishin kolegët e mia dhe u irritova jashtë mase, mora shumë inat. Si shanti në parlament? Tani janë ca gjëra që s'thuan. Po kur del para pasqyrës dhe i thua përsëri Erionit mos u nxe, i bën një kritik për të shajmë. Mënyrën si nxehesh? Jo. Duhet të shajmë në parlament? Pse unë këtë e kam problemin më të madh me parlamentin e Shqipërisë sot. Nuk kam problem argument kundër argument, kauzat që trajtohen por. Varet pse sham. Varet pse sham. Nëse sham për këtë arsye, unë mendoj që është legjitime. Nëse sham për të poshtruar tjetrin, natyrisht duhet të jetë kategorikisht ndaluar, po shko është e vështirë Elkeda kur e merr një gjë me shumë pasion, edhe do ta bësh sepse je i bindur që ajo gjë shërben për njerëzit. Dhe kur ta rrëzojnë atë, domethënë ke një thyrje më këtu brenda. Edhe mërzitesh aq sa ta merr mendja. Jo thjesht pse të duhet vetja i parancishëm, po pse s'ke fuqi për të bërë gjërat e duhura. A ti kanë gjitur koha këto copza të thyera? Dhe fakti që arritet ta unifikosh unë gjitem parlamentin dhe u votua pro ides tënde. Unë gjitem vetëm kur më votojnë pro. Kur më votojnë kundër jo, nuk ngjitem. Është pa kapriçoze kjo? Nga karakteri dhe natyra jote apo është raporti që ke ti me të drejtën me argumentin? Ngri një mur më një herë. Dhe nuk komunikoj. Një kauzë tjetër për cilën ti e krenar, e ke luftuar fort në parlamentin e Shqipërisë. Dua të risjell në vëmendje atë që më kanë votuar kundër. Edhe që ka të bëjë drejt për drejt me gratë dhe me vajzat. Jo më larg se sa 2 javë më përpara dëgjova një mjek që fliste për atë që është problemi ynë themelor sot, edhe që do ta vuajmë vitet që vijnë. Që është rënja e lindshmërisë në këtë vend, edhe që ne nuk po adresojmë dot. Në një nga takimet elektorale, një djalë i ri erdhi dhe më erdhi mirë se më kishte ndjekur, kishte dëgjuar. Natyrisht ai kishte opinionin e tij lidhur pikërisht me këtë, me rënien e popullsisë dhe me rënien e lindshmërisë. Dhe në televizion po dëgjoja në ato pauzat që kam nga njëri takim tjetër, po dëgjoja në televizion një mjek që po fliste pikërisht për këtë gjë. Edhe po fliste për kulturën seksuale, po fliste për element të rëndësishëm për shëndetin në këtë aspekt e kështu me radhë, dhe foli eksaktësisht për atë që unë e kisha ngritur në parlament, e kisha ngritur edhe në Komision të Ekonomisë, sepse doja që të ndërmerrnim atje një politikë fiskale që ose një politikë sociale që shkonte pikërisht në këtë drejtim. Dhe nuk kërkova gjë më shumë se sa një ditë pushimi për gratë dhe vajzat që vuajnë nga endometrioza, ajo që edhe sipas mjekëve ka pasoja shumë të rënda sa i takon pikërisht lindshmërisë. Dhimbjeve të tmerrshme që kanë gratë dhe vajzat që vuajnë, nga kjo sëmundje e që sjell pasojat pastaj në këtë aspekt. Ti ke ngritur zërin edhe për lejen që duhet të marrin, ëh, kjo është eksaktësisht kjo, një ditë gjatë ciklit, në fazën akute të ciklit të tyre. Dhe natyrisht është një gjë që kur e thash në grup parlamentar më shikonin kështu, çokë. Dhe nuk erdhi thjesht nga burrat, erdhi edhe nga gratë. Po 2 javë më parë aprovoi Spanja këtë që ti sapo kishe thënë. Po ky është një problem që janë gjëra që bëhen me hir, po që janë gjëra që bëhen edhe me pa hir. Ke të drejtë, fakt nuk janë fare eficiente kur janë në këtë dhimbje vajzat. Jo. Interesante mu duk mua kur e dëgjova. Por ajo që mendova është pa ato vajzat që punojnë në fasoneri. Pa ato vajzat që shkojnë në leksione. Edhe rinë ulur atje gjithkohës. Domethënë nga këto u nisa, po shiko, ka një element shumë të rëndësishëm në këtë vend Elkeda që kur vjen fjala për t'i kthyer pas grave dhe vajzave shpërblimin e punës së papaguar që ato bëjnë.
burrat tregohen refraktar. Tani është edhe një stil tjetër, jepi një vend si deputete, jepi një vend si ministre, si zëvendësministre, si drejtore, e kështu me radhë dhe kujton se kanë mbaruar gjërat për gratë. Jo, nuk kanë mbaruar gjërat për gratë. Puna e grave nuk llogaritet, nuk është në asnjë llogari ekonomike të shtetit. Puna e grave në shtëpi, puna shtëpiake apo jo? Në shtëpi. Për mbarvajtjen e një familje, një shtëpie. Si nëna, si vajza, po duhesh edhe si gjyshe, e kështu me radhë, është e pa nuk e gjen kërkun në llogaritë ekonomike të shtetit. Shteti do ta paguajë gruan që ri në shtëpi, sepse është punë pa paguar. Minimumi ta shpërblej. Ky propozimi që kanë bërë është një kthim pas një mirënjohje për atë punën e papaguar që gratë bëjnë gjatë ditës së tyre e gjatë jetës së tyre. Është një. Po si kjo mund të ketë shumë. Mund të ketë elemente të tjerë shumë të rëndësishëm fiskal që mund të jenë një stimul shumë i rëndësishëm për gratë dhe për vajzat. Po fjala bie një gruaj që bën 3 fëmijë, 4 fëmijë, 5 fëmijë e kështu me radhë. Mund të çlirohet edhe nga tatimi mbi të ardhurat e punës së saj. E ka dhënë kontributin e saj, edhe për shoqërinë, po edhe për familjen e saj. Në këtë moment, unë pse nuk duhet të bëj një favor fiskal të qartë për gratë edhe për vajzat? Cila është fitoria më e madhe jote janë politik? Ke një fitore të madhe për cilën je krenar? Jo, nuk kam. Ti fiton gjithmonë apo dhe ke humbur? Jo, nuk humbas asnjëherë, ose fitoj ose mësoj. Edhe kjo është gjëja më e mirë që kam marrë politikës, që kam mësuar shumë. Je i mërzitur që jenë listat e hapura dhe nuk jenë listat e mbyllura pas gjithë këtyre viteve kontribut, apo? Jo. Je i bindur të fitosh dhe këtë? Nuk jam i mërzitur për këtë gjë. Jam i mërzitur që nuk pata kohë që ta njoh Tiranën para se sa ty jam fushat elektorale. Kam qenë shumë i dhëmbës fshatit, edhe me thënë drejtën, unë jam deputet fshati, unë nuk jam deputet qyteti. Edhe kohë e harxuar në fshat natyrisht më ka lënë, nuk më ka krijuar mundësinë që ta njoh Tiranën. Kam lëvizur shumë në këmbë, shumë pafund, më shkojnë gati 20.000 hapa në ditë në cepa të ndryshëm të Tiranës, po lëviz shumë në periferi, sepse unë mendoj që periferia ka një energji të jashtëzakonshme të pashfrytzuar. Njerëz janë lënë hares atje që janë potenciale të jashtëzakonshme. Po mbulon një nga zonat më të bukura në fakt, zonën e njësisë 5 që ka 7 zona, i kam shnuar unë, zona 1 Garda dhe Bloku, zona 2 Trekënd që një majt me shkollën Petronili Luarasi, zona 3 Rruga Kosovarëve ku kam zyratun, zona e 4 Komuna e Parisit që ka nevojë për çdo gjë, lëvizja mjeteve, gjelbrimi, parkimi, intensiteti ndërtimeve që është një masakër urbane aty, zona 5 Vasil Shanto, e 6 është zona që çon tek pallati me shigjeta, kështu i ka mbetur emri, dhe zona 7 është zona e Selitës. Ti praktikisht ke si copa baklavaje 7 copat më të mira të kryeqytetit qendror. Po pse janë më të mira? Këto janë 7 copat. Në cilin aspekt? Shiko, 7 copat më të rëndësishme të kryeqytetit. Po nga pikpamja se si është indeksi vlerësimit të çmimit të pronave për shembull, jeta urbane dhe zhvillimi i jetës biznesit, përqendrimi i shkollave më të mira. Nuk e di cilat mund të ishin kriteret e tjera, afërsia me zonat më të rëndësishme me parqet e gjelbruara. Të marrim zonën e trenit, është një zonë për shembull e dizavantazhuar, s'kan ku të çudisin fëmijët. Ti lviz vazhdimisht atë zonë. Kam parë që lviz edhe me bicikletë, lviz edhe në këmbë, lviz edhe me makinë. E ke parë që s'ka semafor fare në atë zonë. Zero. Ju thoni që janë shkollat më të mira, ashtu është. Janë shkollat më të mira, po a e dini që Komuna e Parisit nuk ka shkollë? Nuk ka kopësht, nuk ka çerdhe. Sot që flasim. Jo, nuk e di se nuk jam deputete, por nuk e mas kryetar bashkie. Nuk i ka këto fare. Nuk i ka këto fare. Ndërkohë që gjithë zona e Komunës së Parisit mund të ketë, i kam numëruar një ditë. Jam munduar se i kam numëruar. Mund të ketë gjithsej 35-36 penë. 35-36 penë. Që deputeti bën pak edhe punën e kryetarit bashkisë në një kuptim, se sheh kështu e skanon në imtësi, apo jo? Nga pikpamja e funksionalitetit në gjithë aspektet e një qyteti funksional praktikisht. Nuk e di apo bëj këtë apo jo, po mundohem që të marr atë që njerëzit duan, apo njerëzve ju mungon. Ka një shërbim
të transportit publik që është mizerabël. E gjithë njësja nëmër 5. Ka mungesë vendesh parkimi në mënyrë të frikshme. Po parkingu është problem. Pavarësisht se ne themi që zona më mirë në Tiranë, vlera pronës është, çmimet janë më të larta. E kështu me radhë. Unë vazhdoj të mendoj edhe do vazhdoj ta them me forcë të gjë që të blesh më shtrenjtë nuk do të thotë që je më mirë. Të blesh më shtrenjtë nuk do të thotë që je më i pasur. Jo. Do të thotë që po ble më shtrenjtë dhe po paguan çmime të padrejta. Tani nuk mundet që në blok 1 kg mashurka të filloj të shitet me 5500 lekë. 5.5 euro, 5.6. Vetëm se jeton në blok. Vetëm se jeton në blok. Edhe vetëm se ai shitsi atje duhet paguaj një qira që është mbi 1000 euro për atë ambientin që ka aty. Dhe praktikisht unë nuk blej mashurka dhe nuk ha mashurka me qiranë e tij. Mashurka me qira. Që më kushtojnë shtrenjtë. Në vend të ha mashurka me vaj ulliri, domate, hudhër e kështu me radhë, ha mashurka me qira. Si s'japin tokë me qira fshatarët, të mbjellin njeriu mashurkat e veta, domatet e veta, kastravetë e veta si paguan me i kam kërkuar. Është një histori shumë interesante. Tani që çmimi i vezës në Amerikë ka vajtur në stratosferë për shkak të gripit shpendëve edhe për shkak se vjen kështu vjen historia. Donald Trump gjatë fushatës elektorale tha dhe zgjidh çmimin e vezëve për 1 muaj. Kanë kaluar disa muaj dhe çmimi i vezëve vazhdon të jetë lart në Amerikë. Nuk e zgjidhi dot. Atë që bën një pul nuk e bën dot një president, qoftë ky edhe më i fuqishëm i botës. Dhe e di çfarë ndodhi në Amerikë, fillon njerëzit mbanin pulan për shtëpi. Në ato shtëpi të bukura, me ato oborët pa gardë, etj më radh mbanin pula. Ore të lutem, kur pash kronikën në CNN kam vdek tu qesh. Se thash ja dhe vendi që ka raketa, ka dronet, ka Elon Muskun, ka Jeff Bezosin, ka Zukun, ka këta miliarderët e mëdhenj. Si më fole për Zukun, për Bezon dhe për Muskun, më fole sikur kishte shok të lagjes, shok të fëmirisë. Jo, kjo të bën veçantë. Fola me respekt, me më shumë respekt se ç'foli Donald Trump 2 ditë përpara. Absolutisht po, jo bëj shaka për te. Kështu që po thosha gjithë këta etj më radh, ja ku vjen muhabeti tek veza, që bën pula, nuk e bën ministri. Ministri duhet krijojë ambientin për pulën. Ti mendon që deputeti duhet vetëm të flasë në foltoren e parlamentit, apo duhet të ketë një zyrë deputeti në zonë orare takimesh me qytetarët, një infrastrukturë të tërë për të dëgjuar shqetësimet dhe problematikat që i dëgjon vetëm muri ndonjëherë, edhe deputeti vazhdon agjendën e jetës së tij, se ka dhe deputet pasiv që në parlament mezi vin. Unë mendoj që deputeti duhet jo të ketë zyrë në territor. Pra që ti shkojnë njerëzit ka ajo zyra ku ai ndjehet i rëndësishëm se ka një radhë të gjatë që do të takoj, po deputeti duhet të ketë këmbë për të shkuar atje ku janë njerëzit. Atje ku është problemi. Atje ku janë njerëzit. Për të parë se si jetojnë ata, natyrisht cili është problemi që kanë. Ky është deputeti. Prandaj themun që deputeti nuk është mision. Deputeti është punë. Është punë e përditshme në territor. Shiko, çfarë mendon për sistemin zgjedhor aktual, Lerion? Bazuar në modelet botërore, cili variant do ishte varianti më i mirë për ty? Modeli britanik, edhe që është një model i qëndrueshëm, për mua është më i miri i mundshëm, por ai modeli britanik kërkon parti realisht demokratike. Parti që kanë garë brenda tyre, parti që garën e krijojnë si institucion të paprekshëm, të pacënueshëm, të pa deformueshëm, të pa bleshëm, e kështu me radhë. Pra modeli britanik për mua 100 zona zgjedhore, ku kandidatët përballen kokë në kokë, patjetër që është modeli më i mirë, jo vetëm si garë, po edhe modeli më i mirë për të patur deputet që ka fuqi reale. Pra nëse forca politike nuk e merr shumicën absolute Partia Socialiste, ti je fitues me 1 vot më shumë tek njësia elektorale, ti ke vendin në parlament. Në zonën tënde elektorale. Do jesh deputeti i opozitës. Nëse partia ka një shumicë deputetësh, pra merr mbi 50+1 të vendeve të parlamentit, po patjetër që ti je deputeti i shumicës. Nëse jo, ti je deputeti i opozitës. Ama
je deputet I zgjedhur me votë drejt për drejt nga populli. Ndërsa ne sot kemi sistemin proporcional, këtë po përdor Shqipëria, model zgjedhor që ku votat e gjyqtarëve përkthehen në mënyrë të drejtë për drejtë në numër mandatesh për partitë politike, në përpjesëtim me përqindjen e votave që ato marrin në një zonë apo në shkallë kombëtare. Këtu përfshihet dhe integrimi I kuotave gjinore prej 30%, 1 në 3 kandidate duhet të jetë një grua. Nuk e di se si e komenton ti. Fituese, po. Fituese. Por gratë konkurrojnë me gratë, burrat me burrat. Por për mua sistemi kështu siç është I pa drejtë. Ishte pak më I drejtë 4 vite më përpara, sepse ti thye Ersin me votat e tua dhe natyrisht nxirje njërin nga zona e sigurt e listës, e nxirje për jashtë dhe hyje ti. Kurse kësaj radhe ti nuk nxjerr dot asnjë nga lista. Ti çfarë bën nëse nuk fiton? Unë? Unë e di që ti do fitosh, por nëse nuk fiton. Se doja ta thoja. Ta thash unë ose fitoj ose mësoj. Çfarë mund bëj unë nesër? Çdo gjë. Edhe këtë që bëni ju. Ti ke studiuar gazetari? Jo, unë kam studiuar ekonomi dhe financë. Kështu që mund bëhesh një gazetar I mirë? Unë kam punuar gazetar. I ndrojmë rolet përkohësisht, po shkoj unë në parlament. Dhe mund t'i mbroj shumë fort kauzat e tua. Po nuk kam asnjë ambicie politike. Ti je shumë mirë në parlament, e mendoj realisht gjë. Ashtu, ë? Çfarë mendon ti që do sillja unë në parlament? Fuqinë sipërmarrëse. Kjo është një gjë që parlamenti mungon. Pse më shikon mua ti si një përfaqësuese të mirë të sipërmarrësve në Shqipëri? Çfarë mendon që do bëja unë në emër të tyre? Po shiko, e para ato që thash, ai që është themelore për mua. Patjetër që presioni I sipërmarrjes për rregulla të qarta e të barabarta duhet jetë optimal. Duhet jetë aty, duhet jetë prezant. Ama ajo që kam vërejtur unë është që këta që negociojnë si grupe interesi, grupe financiare interesi me qeverinë, negociojnë për interesat të tyre, jo të komunitetit të sipërmarrjes. Jo për interesat të sektorit, po për interesa të biznesit tyre në atë sektor. Natyrisht kjo është e papranueshme në këtë aspekt. Po mbi të gjitha, unë kam parë që ka një problem shumë të madh edhe që ne do vazhdojmë ta vuajmë, edhe ky është momenti që po e vuajmë fort, është mungesa e krahut punës, është mungesa e punëtorëve. Një pjesë e madhe e trinjve sot nuk duan të punojnë, edhe nganjëherë ne nervozohemi të gjithë. Edhe themi, çfarë janë këta që gjën e parë që bëjnë, kërkojnë rrogën e tjetër. Ti ke një gjë ndryshe. Najsa të kam ndjekur unë. Unë të ndjek në Instagram edhe në këto gjërat që janë online, YouTube e kështu me radhë. Po të kam parë që ti nuk I konsideron punonjësit e tu si shpenzim. Për fat keq, pjesa më e madhe e sipërmarrësve në këtë vend, punëtorët e tyre I konsiderojnë si shpenzim. Keni dëgjuar që thonë ne arritur shpenzimet për rrogat e punëtorëve, nuk të vjen njeri pa kaq lek. Ma faleminderit shumë që në vizove këtë, më bëre qefin vërtet. Më vjen mirë që e ke evidentuar. Unë I shoh si investim, po I shoh dhe si njerëz, jo si numra. Sistemet I shohin njerëzit si numra, unë njerëzit I shoh si njerëz. Jo si numra, këta I shikojnë më keq, I shikojnë si shpenzim. Unë I shoh si investim. Si zë shpenzimesh në bilancin e tyre. Edhe kjo është e tmerrshme. E keni dëgjuar një pjesë të këtyre biznesmenëve, se që them do të sipërmarrës, këtyre biznesmenëve që thotë na është rritur taksa e sigurimeve shoqërore. Çfarë taksa e sigurimeve shoqërore? Nuk është taksë njërë, e para mbi gjitha, ajo është pagesa e sigurimeve shoqërore për punëtorin tënd, që ai të marrë pension nesër. Edhe është kontributi që ti paguan sot edhe si biznesmen apo edhe si sipërmarrës që ai punëtori yt jetoj me dinjitet nesër kur mbush moshën e pensionit. Kjo lloj kulture është shumë e pakët në këtë vend. Prandaj ata të rinj sot nuk dalin edhe refuzojnë punën kohë pas kohe, sepse trajtohen si shpenzim. Nuk trajtohen si pjesë e asaj që ti po ndërton, nga e cila ti po fiton. Dhe natyrisht nga e cila e gjitha bashk
shoqëria po përfiton, ekonomia kombëtare po përfiton. Shiko, unë mos kem pushtetin legjislativ që ka Kuvendi i Shqipërisë, por ja kam pushtetin tjetër të medias dhe mendoj që shumë mirë ne po e bëjmë këtë gjë sot këtu nga kjo foltore, nga kjo dritare komunikimit dhe të falenderoj që i sollën në vëmendjen e publikut dhe komunitetit tim gjitha këto çështje kaq sensitive. Nëse ne do ndronim role dhe unë do shkoja në parlament do të lija këtë vendin këtu, njeriu i parë që do doja të intervistoje, cili do të ishte? Kush? Ti? Vërtet do më intervistoj mua? Patjetër. Po më vjen 2-3 pyetje. Ti mendon se unë jam kurioz? Je fantastik, shumë i mirë je. Patjetër që jam kurioz edhe që di të bëj pyetje. Si di të bëj pyetje, kam bërë intervista. Provoj një herë qello, bëj 3 pyetje një herë të të shikoj si intervistues. Sa punëtor ke? Mbi 100 të jashtëm të brendshëm. Të jashtëm të brendshëm. Që punojnë në mënyrë aktive në të gjitha industritë ku unë operoj, janë rreth 8 industri. Edhe kontributi i tyre si është? I jashtëzakonshëm. Ata janë njerëzit e familjes time të dytë që kalojnë 70% të kohës së tyre në atë kompani. Mjedisi nuk duhet të jetë toksik, mjedisi duhet të jetë motivues financiarisht, emocionalisht, moralisht, mendërisht, ata duhet të jenë gjithë njerëz të relaksuar që të jenë eficient, japin maksimumin e tyre të prodhojnë për mirëqenien e kompanisë time, por për mirëqenien e jetës tyre, që është e lidhur ngushtësisht me kompaninë time. Kur unë prodhoj, ata shpërblehen mbi rrogën gjithmonë me incentiva marketingu. Edhe kjo është filozofia ime që ata të jenë vërtet shareholders të këtij grupi që unë kam krijuar, sado modeste, nuk është në industri e jashtëzakonshme, por mund të bëhet sepse unë jam ende e re, edhe punoj edhe kam dëtuar mbi vlerat të qarta kapitaliste biznesin tim. Kush punon shpërblet dhe nuk është thjesht një rrogtar, por është një lider i prodhuar nga një lider, ka një platformë, një mundësi për të zhvilluar, për të treguar veten edhe ja kjo është ideja ime me pak fjalë, kështu spontanisht. I pyet punëtorë për shëndetin, Elkeda. Vazhdimisht, kam raport shumë të ngushtë, unë jam simboli i leadershipit emocional. Jo leadership autokratik, jo leadership sundimtari, kupton, unë jam ajo që jam dhe unë vendos dhe ju do më ndiqni gjithë mbrapa. Unë jam një si ju, unë jam bashkë me ju, në të mirë në të keq, dhe jam për t'ju dhënë një dorë, për t'ju dhënë një mundësi, siç më dha mua atëherë kur kisha. Patjetër që po, absolutisht po. Në lindje, në vështirësi, në lam të mira të hidhura, siç edhe më vinë. Kompania për mua është familje, kompania për mua nuk është një ndërtesë me disa mure ku njerëzit punojnë, që unë të rritem dhe ata të rinë vend numëror. E ke menduar një herë kompaninë si e mirë publike? Patjetër që po. Edhe gjatë gjithë kohës neve mendojmë edhe duam që të ecim njësoj me ritmet dhe hapat e kompanive më të mira perëndimore dhe themi sikur të kishim një kopë shtu për nënat që sapo lindin, sepse janë vajza që kanë ardhur para 10 vitesh, 20 vjeç, sot janë 30, kanë bërë fëmijën e parë, kanë lindur fëmijën e dytë dhe sa mirë do ishte për to, për mua, për kompaninë që ato të ishin prezente aty duke kujdesur për fëmijët. Ka shumë pa kompani në Shqipëri që e bëjnë këtë gjë. Për shembull, duam që një pjesë përgjegjësia sociale, një pjesë të kompanive mungon goxha. Po për shembull një pjesë të fitimit këtë vit, sado e vogël, neve çuam për pediatrin e Tiranës edhe një infermiere kur djali i një punojëses time pati një problem serioz shëndetësor, mu afrua dhe më tha Alketa bëj diçka dhe na sill disa shtretër këtu mjekësor, sepse askush nuk mendon për këtë gjë. Unë u ofrova me kënaqësi më të madhe, dash një premtim edhe e mbajta këtë premtim dhe kur bëm bilancin e fundit vitit, një pjesë të fitimeve të këtij viti e alokuam patjetër për këtë, edhe pa bërë publicitet të mirëfillt në Instagram. Vajzat më thanë që duhet të bësh një reels, duhet të shkosh edhe ta thuash që ti e bëre këtë gjë. Unë nuk e thash, po sot po e them sepse nuk mendoj që kam bërë ndonjë gjë të madhe për të ndryshuar botën, kam bërë atë ndryshimin e vogël që secili nga ne dëshiron të shohin botë, por e them këtë për një shembull sepse shumë njerëz që fitojnë më shumë se sa një rrogë sot dhe kanë mundësi ta bëjnë, mund të shkojnë tek pediatria e Tiranës edhe të investojnë këtë gjë që është kaq bazike. Një shmang back. Absolutisht jo, duaj që ta fus në sistem fiskal të vërtet kompaninë time dhe duaj që me këtë mentalitet të edukoj çdo njeri aty, po jo vetëm unë dhe shteti, por edhe unë dhe klientët, të cilët i detyroj të presin kupon tatimor dhe atë që ata e paguan unë ta deklaroj, sepse është një zinxhir që mua më kushton shumë. Më kushton sepse unë dua të marr një kredi nesër dhe nuk kam kredibilitet për bankat nëse nuk kam deklaruar një turnover të caktuar, një bilanc të mirë. Është, shiko, betejë shumë e vështirë, betejë shumë e vështirë, por jo e pamundur. Sa kohë që Papa Francesku fliste për këtë gjë, do të thotë që rëndësia e kësaj betejë është shumë e madhe. Për taksat thoshte është detyrë e çdo qytetari të paguajë taksat ashtu siç duhet zbatojë ligjet e përgjithshme që nxjerr qeveria. Dhe e dyta që ishte akoma e rëndësishme, nëse ne kemi një ekonomi ku përfitimi është mbi punëtorin, e mbi të drejtat e punëtorëve, do thotë që kemi ndërtuar një ekonomi dhe një shoqëri që ka përfitimin mbi të drejtat e punëtorëve.
Nga njëherë në mburemi këtu në Shqipëri që s'kemi sindikata e kështu me radhë. Por, pa qenë nevoja, pa shkuar, ajo sindikata është një instrument mbrojtës për punëtorin, nuk diskutohet. Unë besoj fort tek edukimi. Edhe tek ndjenja e vet çdo sipërmarrësi për ta trajtuar punëtorin ashtu siç thon. Faleminderit shumë për pyetjet. Faleminderit shumë. E shikon që ditë bëj pyetje. I bën shumë të mirë madje. Dhe je kështu i drejtë për drejtë dhe shumë praktik. Njerëzit dinë shumë pak për jetën tënde personale. Unë mund ta kuptoj këtë. Ti nuk e ekspozon jetën personale. Shumë njerëz në politik në momente të caktuara, sidomos në fushat elektorale, nga të gjithë konsulentët e komunikimit e dinë që është një plus valencë, një vlerë e shtuar që ti të ekspozosh në këtë vitrinë familjen tënde dhe ta quash një vlerë këtë. Ti s'e ke bërë asnjëherë. A pse? Ja, po të pyes ty, pse nuk e ke bërë? Pse ju intereson njerëzve familja ime? Nuk e di pse njerëzve ju intereson gjithmonë jeta private e njerëzve publik. Po është një vezë këtu i pa imagjinueshëm në jo vetëm është botrore. Që gjithkush do të di për historinë e tjetrit. Po se kuptoj. Jo, Donald Trumpin e pëlqejnë më shumë kur është me Melanie Trump dhe Barack Obama e pëlqejnë më shumë kur ka Michelle Obama në krah. Ndërsa ti ke qenë gjithkohës vetëm, luftrat i bën vetëm, por edhe pjesën e PR-it nuk kërkon mbështetjes asnjëherë. Po sepse dua e para mbi të gjitha unë mendoj që njerëzit janë të interesuar për punën time. Edhe për atë që unë bëj për ta. Interesuar për atë që unë bëj për shtëpinë time. Sa vjeç është vajza jote? 21. Do ta votoj Erion Braçën ajo dhe shokët e saj, ka bërë fushat për babain. Kësaj radhe i ka ardhur mundësia që të votoj për babain. Ka bërë fushat për ty? Jo. Nuk ka bërë fushat për mua, ka folur me shoqët e veta natyrisht, po deri këtu as unë si kam kërkuar bëj fushat për mua. A ke shtitur ndonjëherë në orët e mbrëmjes për të parë se ç'ndodh me jetën e të rinjve në blok? Një herë vetëm. Si të duket se turistët e huaj e pëlqejnë atë vibe aty, e pëlqejnë atë energjinë e të rinjve në blok? Kam vënë duart në kokë. Çfarë të ka habitur dhe të ka tronditur? Fakti që qefi i disave është vuajtje për disa të tjerë. Këto s'mund të bashkëtojnë. Është shumë e thjeshtë, jo, mund të bashkëtojnë me muzikë tulur, me të qeshura që janë normale, nuk janë të qeshura ato histerike të atje, e kuptoj unë me zërin e lartë, dhe mbi gjitha me të qeshura që më shikon mua, jam unë këtu. Kjo dëshira e pa imagjinueshme për vëmendje kur je vetëm 17 vjeç, 18 vjeç, 20 vjeç. Ç'është kjo? Me sa duket pra, një qytet duhet të ketë ndar zonën rezidenciale nga zona ku bëhet parti dhe ku jeton rinia dhe ku jeton rinia me ritmin e vet. Në Mikonos, zonat më të bukura ku bëhet fest nuk janë afër zonave të banuara, aty ku jetohet dhe banohet. Eksakt, sepse i ka marrë jetën atyre banorëve. Dhe ata janë njerëz të marrë peng. Shtëpitë e tyre si blet më dot njëri. Ata kanë shtëpinë e tyre atje, janë njerëz edhe në moshë. Domethënë që sikin dot gjikundi tjetër. Të lutem mos rresh të foluri sidomos për çështjet e klimës, për gjithë dashurinë që ke për natyrën, për gratë dhe patjetër për shikoj, Alkida, punëtorët 1, gratë 2, klima 3, ekonomia, drejtësia, bujqësia. Janë po këto të treja sepse për ato edhe është folur, edhe është diskutuar, tani flasin të gjithë për bujqësinë në parlament. Kur unë flisja për shalqinët në parlament, çojnë një prap ti me këtë punë e shalqinit, po ç'a ti më thash? Ç'a ti më? Aha ti nga këto gjëra, ulu këtu dëgjoj. Domethënë nuk e pëlqenin këtë të folurën për bujqësinë. Tani dalin gjithë flasin për bujqësinë në parlament. Si përfundim, për punëtorët e ndjej dhe unë që është folur shumë pak në parlament. Do ta bëj atë parlamentin që të flasi për punëtorët, dhe të flasi për klasën punëtore, Nuk ka ndonjë gjë ideologjike, përtej logjike Amerika që flet për klasë punëtore, për punëtorët, po për klimën që në parlament nuk flitet fare. Fare, zero. Madje as ministria që ne kemi, Ministria e Mjedisit, flet për turizmin, është i gjithë fokusi ke turizmi e kështu me radhë, por për klimën nuk flet kërkush. Ndërkohë që gjithë po e vën Shqipërinë në shinjestër për 2 sektorë themelor jetik që do të impaktojnë shumë fort nga rritja e temperaturave nga ndryshimi i klimës, që është bujqësia për gjithë ata njerëzit që punojnë në përsera, ku temperatura në verë shkon 50-55 gradë. E në krahun tjetër për ata punëtorët e bujqësisë që punojnë në përfusha. Nuk flet njëri që do impaktohen nga klima në mënyrë dramatike, që do ta lënë atë punë. Pyetja fundit. Një herë hyra në serë dhe nuk më ka pushuar gjaku nga undët 1 orë ca. Rresh 1 herë kam hyrë në serë.
në temperaturat aty lloji dhe mu duk sikur më ra një mur i nxehtë në fytyrë, plasi gjatë nga undët edhe ngela kështu. Edhe ata të shkretë u vunë siklet, tha, ore na falë që s'të tham e që s'të pyetëm për këtë histori. Po edhe ndërtimi që është një nga sektorët kyç që po mban ekonominë kombëtare do të impaktohet nga klima. Edhe në dimër nga i ftohti, po edhe në verë nga i nxehtë. Cila ishte pjesa më e bukur e kësaj interviste, pyetja që të pëlqeu më tepër? Shiko. Ajo që mua më pëlqen në gjithë atë që bëj është kur flas për të tjerët. Kështu që ajo ishte pjesa më e bukur kur fola edhe për ty. Faleminderit shumë. Ndërsa për mua pjesa më e bukur e kësaj interviste përtej entuziazmit, shpirtit tënd luftarak, sinqeritetit dhe sensit ironik dhe sensit humorit që nuk të mungon asnjëherë dhe të bën shumë të këndshëm, është fakti që ti zgjedh gjithmonë mbi Ferrarin lopën. Mbi Ferrarin e bllokut, lopën dhe shalqinte Divjakës. Ato të dyja sepse edhe ata të Ferrarit në fund fare pinë qumësh anë djath edhe duan vezë. Po unë jam një njeri që e dashuroj natyrën dhe fshatin, po aq sa qytetin, kështu që të falenderoj për gjithë ngjyrat e Shqipërisë që solle këtu sot dhe të uroj nga zemra shumë suksese. Faleminderit Elkeda, dhe ishte një mundësi shumë e mirë. Faleminderit shumë. Folur që nuk ta jep televizioni, sepse në televizion duhet shkosh do e mos për t'u zënë. Unë nuk kam qef më të zihem se s'kam më mosh për të zënë, kështu që shumë faleminderit për mundësinë që më dha. Paqe kudo në botë.